Mjekja e njohur do ju bë fasoj. Ky është gabimi që nuk duhet të bëni përpara se të gatuani fasulet. Shumica e njerëzve fillimisht i lajnë fasulet me ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme, për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë më të dëmshme për organizmin. Ky acid lidhet me elementë të rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri, zinku, për shkak të cilave ato ekskretohen nga trupi përpara se të arrijnë të kursejme edhe përfitimet prej tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë ose mungesës së hekurit te vegetarianët, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, citon Zura Pavlova. Pavlova thekson se përpara gatimit duhet të lani tërshërën, orizin, grurin, të gjitha drithrat, përfshirë edhe fasulet, pasi ato mund të ndikojnë negativisht në sistemin tuaj tretës dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme me fryrje.